Ndryshimet e fundit në kodin zgjedhor i kanë vështirësuar punët për kandidatët që ndodhen në lista të hapura, pasi e vetmja mundësi për të marrë një mandat deputeti është nëse del më i votuari në listat e hapura. Kjo me sa duket ka bërë që brenda Partisë Socialiste në Tiranë të nisë një luftë brenda llojit, ku të gjithë kanë të njëjtin synim, fitoren e një mandati deputeti. Kjo luftë duket se po shqetëson kryeministrin Edi Rama, pasi gara në terren për të kapur çdo votë nominale ka filluar të bëhet e ashpër, duke ndikuar edhe në strukturat e partisë. Kufizimi i zonave ku mund të bësh fushate vështirëson punën e kandidatëve për të maksimalizuar votat e tyre. Kjo ka bërë që shumë prej tyre të dalin edhe në zonat elektorale të kolegëve për të mbledhur vota për emrin e tyre. Ndodhur në këto kushte përplasjesh mes të tyve, Rama është detyruar të tregojë vijat e kuqe e kandidatëve, që asnjë kandidat, qoftë edhe deputet aktual, nuk duhet të përdorë strukturat e PS të një zone tjetër për të mbledhur vota personale. Asnjë deputet s'duhet të hapë zyra të veta jashtë zonës së caktuar nga drejtuesi politik. Deputeti është i lirë të bëjë takime ku të dojë, por në asnjë mënyrë nuk duhet të përdorë për takimet e tij strukturën. Struktura është në funksion të qëllimit të përbashkët, jo për të bërë tabel qitje e çdo deputeti. Mësohet të ketë thënë Rama, për Edi Ramën, Partia Socialiste është më e rëndësishme se çdo deputet. Për këtë arsye, u ka ndaluar të majtove që miqësitë ndërmjet tyre të përkthehen në vota preferenciale për kolegët, që kryetari ka hedhur në betejë të hapur. Deputetët në listë të mbyllur nuk duhet kategorikisht të kërkojnë vota për asnjë deputet në lista të hapura, po vetëm për numrin 5. Të gjithëve duhet u thonë që tek vota preferenciale jeni të lirë, po ashtu deputetët në listën e hapur nuk është mirë të kërkojnë kolegëve në listën e mbyllur vota në zonën përkatëse, pasi e para i vën në pozitë të vështirë, e dyta i shtyn drejt prishjes së barazisë së garës, dhe e treta i bëjnë të çorodisin strukturën. Mësohet të ketë thënë kreu i PS-s, një kandidat i PS të cilit i është caktuar njësia 3 si zonë elektorale, nuk mund të kërkojnë ndihmën e degës së PS-s në njësinë 5 për të mbështetur me vota në 11 maj, por dëshira për të bërë deputet është shumë më e madhe për disa në listat e hapura, dhe mund të ndodhë që ndonjëri të mos i bindet ligjeve të bablokut dhe të shkaktojë zemërim me socialistëve, duke i prishur shumë punë PS-s në Tiranë. Me afrimin e datës së zgjedhjeve, situata mund të nxehet, pasi dikujt mund të mos i dalin llogarit, duke e bërë kështu Partinë Socialiste deri më 11 maj një bombë me sahat. Sa javë do të jetë Rama të mbajtë të nënshtruar deri datën e zgjedhjeve mbetet për tu parë.